Si që dim të gjithë, fatkesisht, prej datës 13 qershor deri më sot, kemi një konflikt që po përshkallëzohet frikshëm ndërmjet Izraelit dhe Iranit, dhe nuk po ka armë pushim, edhe tani që ne flasim, por çdo ditë vetëm luftimet përgjashme me avion, raketa hipersonike, duke vrarë, jo thjesht ushtar, por duke vrarë civil, njerëz pafajshëm, dhe siç e shikojmë, kemi një përballje të frikshme, siç thash, ndërmjet Izraelit dhe Iranit, dhe çështja është se ata nuk po mbeten vetëm në përballjen e tyre, por shumë aktorë të tjerë politik, ushtarak, po ngatrohen në këtë përballje që rrezikon një luftë të tretë botërore. Siç e thash, bilanci i viktimave shtohet dhe statistikat po ashtu, dhe patjetër që lufta, ashtu siç ne po shikojmë, dhe fatkesisht në këtë kohë luftrat po bëhen të vazhdueshme, po prekin gjithë territorin e botës dhe bota sot është bërë si një lagje, pra është shumë e vogël dhe çfarë ndodh në hemisferën tjetër e marrim ne vesh, edhe kundërta, dhe kështu që lufta është ferri në tokë dhe fatkesisht njerëzit në luftë shtazohen, humbasin kulturën e tyre, humbasin emocionet e tyre dhe kthehen njerëz të dhunshëm, pa logjikshëm, dhe kjo patjetër që ka viktima. Lufta bazohet në ligjin e talionit, sy për sy dhe dhëm për dhëm, ose dorë për dorë, këmbë dhe për këmbë, siç ishte edhe në ligjin e për të rirë, por pavarësisht se lufta bazohet ndoshta në emër të drejtësisë, asnjëherë ajo nuk e përligj veten e vet, por siç thash, vuajnë njerëz të pafajshëm. Derdhja e gjakut të njerëzve të pafajshëm, sidomos fëmijëve, ndot tokën dhe kërkon hakmarrje nga toka, si gjaku i Abelit që u vra nga vllai i tij ziligjar Kain. Dhe për këtë luftë të re në lindjen e mesme duhet të lutemi të gjithë Perëndis që ajo të mos përshkallëzohet dhe të precipitojë në një reaksion zinxhiri, një efekt domino, dhe siç thash, në një luftë të tretë botërore, ose siç quhet ndryshe në shkrimin e shenjtë në librin e zbulesës Ark-Makedon, që thot shkatrimi i ushtrisë së tyre. Profecitë thonë se lufta e tretë botërore do të nisë në lindjen e mesme, pothuajse dhe të gjitha shtetet dhe ushtritë që do të marrin pjesë dhe do të kacafyten me njëri tjetrin, nuk do të dalin fitimtar. Të gjithë do të dalin të humbur, madje profetizohet që do të derdhet gjak shumë i madh dhe numri i njerëzimit do të bjeri frikshëm. Prandaj, këto çfarë ne po shikojmë për ditë në televizor ose media nuk janë thjesht lajme për të kaluar ditën, por janë gjëra të rëndësishme me efekt global dhe shenja apokaliptike. Shën Kozmai Jetolis ka profetizuar për luftën botërore dhe thot mbas luftës njerëzit do të rendin gjysmore që të gjejnë një njeri dhe të ta bëjnë vëlla, për treguar se numri i njerëzimit do të bjeri ndjeshëm. Për këtë dy luftim ushtarak të përsëritur, që nuk është vetëm, siç thash, mes Izraelit dhe Iranit, por dhe faktorëve dhe aktorëve të tjerë politik dhe ushtarak, ka opinione të ndryshme dhe pozicionime të ndryshme nga individ, grupime, popull, shtete dhe fe. Madje këto qëndrime, pro dhe kundra, po specifikohen dhe po amplifikohen gjithnjë më qartë edhe më me forcë në rrjetet sociale, ku njerëzit shkruajnë ose mbështetin opinionet e tyre në thënjet e librave fetar, si të Biblës, si të Kuranit, ose të fesë judaike,
që është dhjata e vjetër, dhe kështu këta individ ose këta grupe që bën partizan me një ushtri, duan të përligjin qëndrimin e tyre duke e kthyer këtë luftë në një luftë fetare. Do me thënë një luftë mes islamizmit dhe judaizmit. Por, ka individ edhe të krishterë heterodoks, pra jo ortodoks, që pozicionohen në një palë, për shembull me Izraelin, duke e përligjur luftën e Izraelit si një program hyjnor. Prandaj dhe unë dua ta bëj këtë bisedën sot për të sqaruar ne të krishterë ortodoks, vërtet lufta e Izraelit është një luftë e mbështetur nga Perëndia apo e profetizuar në shkrimin e shenjtë? Por le të flasim për këto grupe të ashtuqura të krishtera sionist, që e shikojnë këtë luftë si përmbushje të profecisë biblike dhe një shenjë e ardhjes së dytë të Zotit tonë Jezu Krisht, dhe sipas tyre, mbas këtyre ngjarjeve, Krishti do të vijë dhe do të mbretërojë për 1000 vjet në tokë. Prandaj, sipas tyre, dhe kjo përballje ushtarake është thjesht jo ushtarake, por është një përballje shpirtërore ndërmjet të mirës dhe të keqes, dhe patjetër që këta njerëz ngrihen dhe luten Perëndis pro Izraelit, dhe kështu që Izraeli të fitojë në këtë luftë, fitojë territoret dhe të bëhet një superfuqi botërore. Sipas krishterimit ortodoks, ata individ ose grupime heterodokse, pra jo ortodokse, që lexojnë Biblën dhe kërkojnë të përligjin luftën e Izraelit, si një përmbushje të urdhërimit hyjnor, gabohen. Sepse urdhrimet e Zotit ju dhan Izraelit në shekullin e 15 para Krishtit me anë të Mojsiut, dhe këto ishin urdhrime që u dhan për popujt pagan të asaj kohe që jetonin në tokën e Kanaanit dhe në shfarosin e tyre. Dhe këto profeci që këta i përmendin sot nuk ka lidhje me kohën e sotme, pra është një keq lexim dhe keq interpretim i Biblës në lidhje me Izraelin. Po ashtu dhe interpretimi i profecive të profetëve të dhjatës së vjetër, sikur Izraeli sot është populli i zgjedhur i Zotit, për shembull bebja e syve të Zotit, apo dhe në fjalët e Zotit, unë vetë do të luftoj me ata që luftojnë ty dhe do të shpëtoj bitë e tu, ose do të bëj që të shtypësit e tu të hanë mishin e vetë dhe do të dejë në gjakun e vetë si dhe në musht, atëherë çdo mish do të pranoj që unë Zoti jam Perëndia yt, shpëtimtari yt, i fuqishëm i Jakobit. Pra, edhe pse këto gjenden në Bibël, nuk kanë lidhje me kohën e sotme. Këto kanë lidhje me dhjatën e vjetër, pra para Krishtit, ku populli i Izraelit ishte një popull i krijuar nga Perëndia nëpërmjet Abrahamit, Isakut, Jakobit, dhe ishte një popull i zgjedhur, sepse prej tij jo vetëm do vinte ligji i Perëndis, por do vinte Mesia Krishti, i cili do ishte shpëtimtar jo vetëm për popullin e Izraelit, por për gjithë kombet. Por këta heterodoks, pra jo ortodoks, harrojnë se nuk duan të kuptojnë si shtar se gjitha këto profeci kanë kaluar dhe nuk i përshtaten kësaj kohe, prandaj nuk mund të mbështeten te këto profeci për të përligjur luftën e Izraelit që bën. Beslidhja e vetër ishte aktive deri në ardhjen e Zotit tonë Jezu Krisht tek populli i Izraelit, i cili ishte popull jude, por ne dimë që ai popull e mohoi Krishtin. Jo vetëm e mohoi, por e gjykoi si një gënjeshtar, si një të mallkuar dhe e kryqëzoi në kodrën e Golgothas. Jashtë mureve të Jeruzalemit në vitin 33 pas Krishtit, në kohën e Pontit Pilat, që ishte guvernatori i Romës. Me refuzimin dhe kryqëzimin e Krishtit u prish beslidhja e vjetër që Perëndia kishte bërë me Izraelin, që ishte qendra politike fetare bashkë me tempullin e Solomonit, që sipas profecisë së Krishtit do të shkatrohej dhe në atë vend nuk do mbetej gur mbi gur. Dhe kjo ishte shenjë e ndëshkimit hyjnor që mori Izraeli i asaj kohe që refuzoi Krishtin dhe nuk e pranuan si Mesian e tyre, por thanë që është një gënjeshtar dhe ata presin akoma të vi Mesia. Dhe pra izraelitët e asaj kohe, por dhe sot ata që nuk besojnë në Krishtin, kryqëzuan Zotin e lavdis, mbretin dhe Mesian e tyre. Pikërisht ashtu si Krishti i kishte parlemëruar. Prandaj ja unë po ju dërgoj profet, dietar dhe skrip,
Ju disa prej tyre do t'i vrisni dhe do t'i kryqëzoni. Disa tjerë do t'i fshikulloni në sinagogat tuaj dhe do t'i persekutoni nga një qytet në tjetrin, që të përmbushet të bjerë mbi ju gjithë gjaku i drejtë i derdhur mbi dhe nga gjaku i drejtë i Abelit deri te gjaku i Zarias, birit të Barakias, që ju e vrat ndërmjet tempullit dhe altarit. Me të vërtetë po ju them se gjitha këto gjëra do të mbien mbi këtë brez, Jeruzalem, Jeruzalem, që vret profetët dhe i vret me gur ata që janë dërguar. Sa herë kam dashur t'i mbledh bitë tu siç i mbledh kloçka zogjtë e vet nën krah, po ju nuk deshët. Ja shtëpia juaj do të lihet e shkret. Këto janë fjalët e Krishtit, të cilat u realizuan. Dhe vazhdon dhe thot Zoti, sepse po ju them që tani e tutje nuk do të më shihni, derisa të thoni, i bekuar është ai që vjen në emrin e Zotit. Dhe ata do të bien nga theu i shpatës, do t'i çojë robën në gjithë kombet, dhe Jeruzalemin do ta shkelin paganët derisa të plotësohet koha e paganëve. Që nga ajo kohë deri më sot Izraeli, që mohoi Krishtin dhe përdori kishën apostolike bashkë me apostujt dhe dishepujt, u treguan armiq të Perëndis, sepse ata nuk e pranuan birin e Perëndis. Prandaj dhe apostull Pavli sqaron në letrën e tij, sepse ju o vëllezër u bët imitues të kishave të Perëndis që janë jude në Isu Krishtin, sepse dhe u keni vuajtur nga ana e bashkombave tuaj të njëjta gjëra sikur edhe ata kanë vuajtur nga judejt, të cilët e vranë Zotin Jesu dhe profetët e tij, dhe na përdoqën edhe ne. Ata nuk i pëlqejnë Perëndis dhe janë armiq me gjithë njerëzimit, duke na penguar që të flasim jo hebrejve që ata të shpëtohen, për të shtuar vazhdimisht masën e mëkateve të tyre, por zemërimi arriti mbi ta më në fund. Krishti, qingji i Zotit, që ngre mëkatet e botës, bëri një beslidhje të re me gjakun e tij, një beslidhje jo vetëm për popullin e Izraelit, por dhe për gjithë kombet. Kjo beslidhje do të ratifikohej me vdekjen dhe ngjalljen e tij dhe do të ishte aktive vetëm tek ata që pagëzohen në emër të Atit të Birit dhe Shpirtit Shenjtë, ose në emër të Isu Krishtit, si lexojmë dhe te libri i Veprave të Apostujve. Këta persona të pagëzuar, si nga Izraeli dhe nga kombet, janë sot Izraeli i ri, Izraeli i Perëndis, siç thot apostull Pavli në letrën e drejtuar Galatasve, dhe Jeruzalemi dhe kodra e Sionit në këndvështrimin ortodoks nuk është ajo çfarë mendojnë izraelitët sot, por është kisha katolike apostolike ortodokse, e cila që nga Jeruzalemi u prap në të gjithë botën. Sot patriarkana ortodokse e Jeruzalemit ka në jurisdiksionin e saj shumë nga vendet e shenjta në tokën e shenjtë, veçanërisht vendin historik të kryqëzimit dhe të ngjalljes së Zotit tonë Isu Krisht. Dhe aty ndodhe një bazilike e madhe që ndërtuar që në shekullin e 4 në kohën e Konstantinit të Madh. Isuj nuk pranoi të bëhet një mbret toksor sipas konceptit izraelit të asaj kohe, që ta bënin atë mbretin e tyre dhe Izraelin një superfuqi. Por Krishti foli për një tjetër mbretëri që nuk është toksore, është shpirtërore, që nuk është e dukshme, po është në zemrat e besimtarëve. Shikoni çfarë tha Krishti. Mbretëria e Perëndis nuk vjen në mënyrë të dukshme, dhe as nuk mund thuhet ja këtu dhe ja atje, sepse ja mbretëria e Perëndis është brenda jush. Zoti Jezu Krisht paralajmëroi gjithashtu. Atëherë nëse dikush do të thotë ja Krishti është këtu, ose është atje, mos i besoni, sepse do dalin krishtër të rem dhe profetë të rem, do të bëjnë shenja të mëdha dhe mrekulli, asa të mund të mashtrojnë, po të ishte mundur edhe të zgjedhurit. Ja unë ju paralajmërova. Pra nëse ju thonë, ja që është në shkretëtir, mos shkoni atje, ja është në dhomat e fsheta, mos e besoni, sepse si vetima që del nga lindja dhe flakëron deri në perëndim, kështu do të jetë ardhja e Birit të Njeriut. Pra Krishti nuk përcaktoi asnjë vend adhurimi në tokë të veçantë, por i urdhëroi dishepujt e tij, izraelit, por dhe ata që do bëheshin dishepujt e tij nga kombet, që ata të adhuronin Zotin në çdo vend, në çdo kohë. Ashtu si Krishti i thot gruas samaritane, e cila përfaqëson paganët që do bëheshin Izraeli i ri, i Perëndis. Gruaja i tha: Zot, po shoh se je ti profet. Etrit tan adhuruan mbi këtë mal. Dhe ju thoni se në Jeruzalem është vendi ku duhet të adhurojmë. Isu i tha: O grua, më beso, vjen ora që as mbi këtë mal, as në Jeruzalem nuk do të adhuroni Atin. Ju adhuroni atë që se njihni. Ne adhurojmë atë që e njohim, sepse shpëtimi vjen nga judejt. Por vjen ora, madje ka ardhur,
që adhuruesit e vërtet adhurojnë Atin në frymë dhe në të vërtetë, sepse të tillë janë adhuruesit që kërkon Ati. Perëndia është frymë dhe ata që adhurojnë duhet të adhurojnë në frymë të vërtetë. Gruaja tha: "Unë e di se do të vi Mesia, që e quajnë Krisht. Kur të ketë ardhur, ai do të na i tregojë çdo gjë." Jesu i tha: "Unë jam ai që po të flet." Pra, shikoni se Krishti nuk e përcaktoi adhurimin e Perëndis vetëm në tempullin e Solomonit, siç ishte në atë kohë, por me që dishepujt e tij do ishin nga gjithë bota dhe kështu do formonin Izraelin e ri, adhurimi do bëhej në frymën e të vërtetë në çdo vend. Ashtu si neve të krishterët nuk jemi të fiksuar në një vend të caktuar, po ndërtojmë kisha atje ku jemi bashkë dhe në interesin ton, dhe në qoftë se një kish prishet, ndërtojmë një kish në një vend tjetër. Pra nuk jemi të fiksuar në një vend ashtu siç janë të fiksuar fetar të tjerë jo të krishterë, të fiksuar në një vend për shembull siç janë të fiksuar muslimanët që kanë 3 vendet e shenjta, në Medinë, Mekë dhe Jeruzalem, ose edhe judejnë që pavarësisht se nuk kanë tempullin e tyre, ata duan që tempulli i tyre të jetë patjetër atje ku ka qenë pra në vendin ku ishte tempulli i Solomonit dhe sot ndodhet Xhamia Al-Aqsa. Po ashtu Krishti nxiti apostujt të shkonin në gjithë kombet dhe atje ku njerëzit besonin dhe pranonin ungjillin, ata themeluan kishën katolike apostolike, që shështeri në kohë dhe në hapësirë dhe përfshin të gjithë racat, gjuhët, kulturat, gjinit, dhe kjo ndodhi në ditën e Pentekostis. Dhe apostulli i kombeve Pavli na thotë se brenda kishës nuk ka as judej, nuk ka as grek, nuk ka as sklav, nuk ka as të lirë, nuk ka as mashkull, nuk ka as femër, por të gjithë jemi në Jezu Krishtin. Interpretimi i zbulesës se Krishti do të sundoj për 1000 vjet në tokën e Izraelit nuk është as pak i saktë, madje është një keq interpretim dhe herezi e vjetër e qilasve ose atyre që quheshin 1000 vjeçar. Për interpretimin ortodoks, 1000 vjetët e përmendur tek zbulesa nuk është një numër, si them, numerik ose një numër i saktë, por është alegorik. Dhe numri 1000 do thotë një kohë e gjatë, e pa përcaktuar. Pra 1000 vjet tregon simbolikisht se do jenë shumë vite dhe paraqit periudhën nga ardhja e parë e Krishtit, ku mundi Satanajn me kryqëzimin dhe ngjalljen e tij dhe plandosi në omnerat e ferrit, deri në ardhin e dytë të Krishtit. Ku pak përpara ardhjes, djalli do të lirohet nga humnera dhe ai do t'i ngrejë gjithë njerëzit në kundër Perëndis dhe do të vendosi antikrishtin, i cili do të luftojë të krishterët dhe kishën e Krishtit. Por ky do të jetë vetë fundi i djallit dhe i antikrishtit, me të gjithë pabesët të cilët do të adhurojnë atë si Perëndi dhe ai do të shkojë në ferr, ashtu siç na është thënë tek libri i zbulesës. Dhe kur të kryhen të 1000 vjetët, Satanai do të zgjidhet nga burgu i tij dhe do të mashtrojë kombet, dhe ata që janë në 4 anë të dheut, Gog dhe Magog, që t'i mbledh ata për luftë. Numri i tyre do të jetë si rëra e detit. Dhe ata do të lëvizin në gjithë sipërfaqen e dheut dhe do të rrethojnë fushën e shenjtorëve dhe qytetin e dashur. Po nga qielli do të bërë zjarri i dërguar nga Perëndia dhe do t'i përpi, atëre djallin që kishte mashtruar do ta hedhin në liçenin e zjarrit dhe squfrit, ku janë bisha dhe profeti i Rem, dhe do të mundohen ditë e natë në shekuj të shekujve, flet libri i zbulesës. Kurse, për mbretërinë 1000 vjeçare të Krishtit, me të ngjallurt e parë, si shkruhet në zbulesë, këta u kthyen në jetë dhe mbretëruan me Krishtin për 1000 vjet, por të vdekurt e tjerë nuk u kthyen në jetë derisa mbushën 1000 vjet. Kjo është ngjallja e parë. I luma ai dhe i shenjtë ai që ka pjesë në ngjalljen e parë. Mbi atë vdekja e dytë nuk ka pushtet, pa ata do të jenë priftërinë të Perëndisë dhe të Krishtit dhe do të mbretërojnë 1000 vjet bashkë me të na thotë zbulesa. Por si interpreton kisha ortodokse këtë? Nuk do të thotë se Krishti do të mbretërojë 1000 vjet në tokë, por na flet që Krishti do të mbretërojë me të krishterët në zemrat e tyre dhe do mbretërojë në kishë, por dhe në qiell. Dhe pra koha 1000 vjet është një kohë e gjatë. Pra nga ardhja e parë deri në ardhin e dytë të Krishtit kemi një kohë të gjatë, të papërcaktuar. Dhe sot ne jemi 2025 vjet mbas Krishtit. Dhe pra asnjëherë nuk do të interpretohet kjo se 1000 vjeçari është 1000 vjet mbretërimi i Krishtit në tokë, ashtu siç keq interpretohet zbulesa dhe siç janë këta heterodoksët ose krishterët sionistë që mendojnë
se duhet patjetër të bëjë një infrastrukturë në Izrael që kështu të vi Krishti dhe të mbretërojë me ta. Por kjo nuk është e vërtetë, sepse gjithë infrastruktura që do bëhet do jetë në shërbim të antikrishtit. Dhe shikoni se çfarë na thuhet për 1000 vjeçarin. Na flet për ata që do mbretërojnë në Krishtin në mbretërinë e Zotit, të cilët u larguan nga kjo jetë me martirizim. Dhe kur hapi vulën e pestë, unë pash në altar shpirtrat e atyre që ishin therrur për shkak të fjalës së Perëndisë, për shkak të dëshmisë që kishin, dhe ata thirrën me zë të madh duke thënë: Deri kur o Zot që i shenjtë dhe i vërtet, nuk gjykon dhe nuk merr hak për gjakun ton nga ata që banojnë bjedhe, dhe secilit ju dha një petk i bardhë dhe ju thanë që të prehen, dhe për pak kohë derisa plotësohet numri dhe i bashkë shërbëtorëve tyre dhe i vëllezërve tyre që duhet të vriten posi ata. Prandaj, kur krishterët ortodoks nuk mund të bëjnë rezistencë ose luftra për të mbajtur një vend të caktuar, si tokë të shenjtë për adhurimin e Zotit. Prandaj, siç e thash, ne të krishterë nuk jemi të fiksuar me një vend, dhe kjo neve na shliron nga konfliktet fetare që i shikojmë në fetë e tjera, siç e shikojmë edhe në muslimanizëm edhe në judaizëm. Problemi është se mes muslimanëve dhe judeve ka një gjë pasgjidhje. Është Xhamia Al-Aqsa, e cila është ndërtuar në shekullin e 8 në themelet e tempullit Solomonit. Tempulli Solomonit, i cili u ndërtua nga Solomoni dhe pastaj u rindërtua në kohën e Herodit, pra kemi tempullin e parë dhe tempullin e dytë, dhe në këtë tempull u gjykua dhe vetë Krishti sikur ishte mashtrues dhe pastaj nxorën jashtë qytetit dhe atij e kryqëzuan. Ky tempull, siç Krishti profetizoi që nuk do mbetet gur mbi gur, u shkatroi në vitet 70. Tani judejt kërkojnë të ndërtojnë tempullin e tretë. Po që të ndërtohet tempulli i tretë, atëherë ka një problem me muslimanët, me palestinezët dhe gjithë ata që besojnë në fenë islame, sepse sipas Kuranit, në atë vend Muhamedi ka fleturuar me një kal, kal hynor në qiell. Kështu që është një vend i rëndësishëm për ta. Por është një vend shumë i rëndësishëm dhe për judejnë, sepse sipas traditës judaike, dhe kjo është biblike, aty Abrahami kërkoi të sakrifikonte djalin e tij Isak. Por çështja është se është një gjë pasgjidhje, sepse muslimanët nuk të riqen nga ai vend, judejnë po ashtu kërkojnë tempullin, dhe kjo është një nyje gordiane që nuk zgjidhet vetëse me shpatë, me luftë. Prandaj kemi dhe këto përballje që ne i shikojmë sot atje, pra nuk janë thjesht për territore, por kjo situatë po merr karakter fetar. Dhe luftrat fetare janë luftra shumë të rrezikshme, sepse njerëzit mund të tolerojnë për çdo gjë, kurse për fen ata janë gati të humbasin gjithçka dhe jetën, sepse presin shpërblimin nga Zoti. Kjo është arsye luftrave të vazhdueshme mes Izraelit dhe Palestinës dhe të gjithë atyre që i rrethojnë, dhe tani me Iranin. Vërtet rikthimi i Izraelitëve nga vendet e botës, që u shpërndan për 2000 vjet, dhe riformimi i shtetit të Izraelit që ndodhi në vitin 1948, bëri që ata të merrnin territoret të cilët i kishin braktisur që kur u pushtuan nga romakët dhe të zgjeroheshin, të bëjnë një shtet i fuqishëm, por kjo nuk ka lidhje me doktrinën e krishterë dhe me shpëtimin e botës nëpërmjet Krishtit. Këtë duhet dallojmë dhe për këtë po flasim sot. Nuk po flasim për gjeopolitik, por si ne të krishterë duhet ta lexojmë Biblën, dhe aq më tepër ku flitet edhe për dhjetën e vjetër, duke e përmbushur atë në dhjetën e re. Nuk ka punë Krishti me territoret e Izraelit, as edhe me gjeopolitikën e tyre, as dhe me tempullin e tyre. Më kuptoni? Në Bibël na thuhet qartë se gjithë kjo agjendë politike, luftarake, fetare e Izraelit ka lidhje me kohën e antikrishtit, me kohën më të errët të njerëzimit, ku ai do të shfaqet krejt papritur si një lider fetar politik, ekonomik, do ta bëjë Izraelin një superfuqi dhe do të sundoj botën për 7 vjet. Këto janë na thënë tek profetët dhjetës vjetër, e kemi tek profeti Daniel, por dhe në librin e zbulesës. Po ashtu dhe etrit e kishës kanë folur. Kështu të gjithë njerëzit që nuk i besojnë Krishtit si Zot dhe nuk e besojnë si shpëtimtarin e tyre, kushdo qofshin ata, izraelit apo nga kombet e tjera, që e mohojnë Isuin si Mesia në vërtet, patjetër që këta do presin një Mesi tjetër. Ky Mesia tjetër që pritet të vi,
nuk do jetë gjë tjetër veç Mesia e rem ose Antikrishti. Vetë Zoti Krishti u tha judejve, kur erdha unë, ju nuk mu pranuat. Kur të vi një tjetër në emrin tim, atë do ta pranoni. Por edhe apostulli Pavli, apostulli i kombeve, sqaron në letrën drejtuar Selanikasve për ardhjen e Antikrishtit, i cili do të parend ardhjen e Krishtit. Pra ai do jetë mashtrimi përfundimtar që do bëhet njerëzimit. Shikoni çfarë thot apostulli Pavli. Ardhja e tij Paulli do të bëhet me anë të veprimit të Satanait, bashkë me çuditëra, shenja, mrekulli të rreme dhe nga çdo mashtrim ligësie për ata që humbin, sepse nuk pranuan të duan të vërtetën për të qenë të shpëtuar. E prandaj, Perëndia do dërgojë atyre një gënjim, do t'i bëjë të gabojnë që t'i besojnë gënjeshtës, që dënohen të gjithë ata që nuk e besuan të vërtetës, por përqafuan ligësinë. I krishterë ortodoks pranon formimin e Izraelit sipas providencës hyjnore, ashtu siç e tha dhe profetët, profeti Ezekiel, profeti Isaia, profeti Amos, që prap Izraeli dhe pse do shpërbëhet, do të formohet si kom. Po, ashtu si e shikon dhe ndjek me vëmendje zhvillimet e shtetit Izraelit me gjithë situatën gjeopolitike në rajon, sepse këto nuk janë ngjarje të rastësishme, po shenja apokaliptike që parlemrojnë ardhen e dytë të Zotit që është e shpejtë. Kështu edhe ju, thot Krishti, kur të shihni të gjitha këto gjëra, ta dini se është afër, madje është e dera. Në të vërtetë po ju them se ky brez nuk do të kalojë, por realizuar të gjitha këto. Dhe ka fjalën për këto çfarë po ndodhi dhe do të ndodhi. I krishterë ortodoks, ndryshe nga izraelitët dhe heterodoksët heretik, nuk pret një Mesia që do të vijë nga toka, që do mbretërojë 1000 vjet, por pret Krishtin që do vijë nga qielli. Krishti paralajmëroi. Atë nëse dikush ju thotë ja Krishti është këtu ose atje, mos e besoni, sepse do dalin krishtë të rem dhe profetë të rem dhe do të bëjnë shenja të mëdha dhe mrekulli të tilla sa të mashtrojnë, po të ishte mundur dhe zgjellurit. Ja unë ju paralajmërova. Pra nëse ju thonë, jashtë në shkretir, mos shkoni atje. Jashtë në dhomat e fsheta, mos besoni, sepse si vetëtima që del nga lindja dhe flakëron deri në perëndim, kështu do të jetë ardhja e Birit të Njeriut. Sepse ku të ketë kërma do të mblidhen shqiponjat. Fjalët e Krishtit. Pra, ne të krishterë ortodokse dim që Mesia nuk do vijë nga toka, nuk do jetë një mbret toksor që do ta nxjerrë njerëzit, dhe do ta bëjnë atë një kryetar të gjithë njerëzimit. Jo, Krishti do vijë nga qielli, por nga toka do vijë Antikrishti. I krishterë ortodoks e di se edhe vetë izraelitët në fund do ta kuptojnë se kanë gabuar në lidhje me agjendën e tyre për Antikrishtin dhe atëherë Antikrishti i cili do demaskohet dhe nga vetë izraelitët do të fillojë një përndjekje kundër izraelitëve që do besojnë në Krishtin dhe kundër gjithë krishterëve ortodoks që do është shpërndarë në gjithë botën. Kjo do jetë periudha e mundimit më të madh që ka ekzistuar në botë. Kjo përndjekje martirike do të shënojë dhe fundin e vet Antikrishtit, sepse pas kësaj përndjekje që ai do të bëjë edhe ndaj izraelitëve, por dhe ndaj krishterëve të shpërndarë në gjithë kombet, atëherë do të vi dhe fundi i tij. Ja çfarë është profetizuar. Dhe ju dha atij të bëjë luftë kundër shenjtorëve dhe timund. Dhe ju dha pushtet mbi çdo fis, gjuhë dhe komb. Dhe atëherë do zbulohet ai Paulli, të cilën Zoti do ta humbas me ukatjen e gojës së tij dhe do ta prish me shfaqjen e ardhes së tij. Dhe mbas saj fillon mbretëria e Perëndis në qiell, siç është në qiell dhe në tokë, dhe pasi të pastrohet çdo gjë me zjarr, siç thotë apostulli Petro, do zbresë Jeruzalemi qiellor dhe kështu fillon jeta e përjetshme në tokë, që nuk do jetë sipas kësaj jete që ne bëjmë sot, ose sipas territoreve të kombeve që janë sot, por do jetojnë vetëm besnikët e Krishtit, të drejtët dhe ata të cilët do dalin të drejtë në gjyqin e Perëndis, në mëshirën e Perëndis dhe do mbretërojnë me Krishtin jo 1000 vjet, por përjetësisht. Dhe siç na thuhet përsëri tek libri i zbulesës, dhe pash një qiell të ri dhe të ri, sepse qielli i parë dhe dheu i parë kishin kaluar dhe deti nuk ishte. Dhe unë Johani pash qytetin e shenjtë Jeruzalemin e ri, që zbriste nga qielli, nga Perëndia, që ishte gati si nuse stolisur për burrin e vet. Dëgjova një zë të madh nga qielli që thoshte: "Ja tabernakulli i Perëndisë dhe njerëzve. Dhe ai do të banojë me ta, dhe ato do të jenë populli i tij dhe Perëndia do të jetë bashkë me ta Perëndia i tyre. Dhe Perëndia do thashë do lot nga sytë e tyre dhe vdekja nuk do të jetë më as brenga, as klithm, as mundim, sepse gjërat e mëparshme shkuan." Prandaj krishteriu ortodoks nuk mund të jetë me asnjë palë në këtë konflikt
që synon të ndërtojnë mbretërinë e Zotit në tokë. Por kjo është agenda e kohës së re, e kohës së Antikrishtit. Të krishterët ortodoks presin mbretërinë e Zotit që të bëhet e dukshme vetëm kur të vijë nga qielli Zoti Jezu Krisht. Ardhjen e Krishtit do ta parapri shfaqja e kryqit në qiell. Dhe atëherë do duket në qiell shenja e birit të njeriu, që është kryqi. Dhe gjithë kombet e dheu do të mbajnë zi, dhe të shohin birin njeriu duke ardhur mbi rreth e qiellit me fuqi dhe lavdi të madhe. Ai do të dërgojë anjët e vet me tingujt e fuqishëm të burisë, dhe të mbledhë të zgjedhurit e tij nga të katër erat dhe nga skaji i qiellit dhe tjetri. Sepse ardha e tij do të bëhet e dukshme dhe për ata që kanë vdekur si armiq të Krishtit, por do të ngjallen për të gjykuar bashkë me të gjallët nga Isui. Ja, ai vjen me ret. Të gjithë do ta shohin, edhe ata që shpuan, pra armiq që e kryqëzuan me hesht. Gjithë pjesët e dheut do të vajtojnë për të. Prandaj, të krishterët ortodoks deri në ardhen e dytë të Krishtit luten dhe bëjnë përpjekje që të jenë një faktor paqe për popujt, duke treguar se paqja mes popujve dhe feve është e mundur jo nga lufta, por është e mundur kur të besoni në Krishtin si princi i paqes. Pa princin e paqes, pa besim në Krishtin, nuk ka paqe. Dhe kjo është arsyeja që kemi konflikte kaq të mëdha, sepse njerëzit janë larguar nga Zoti, janë dhënë mëkatit deri në perversion dhe e refuzojnë Krishtin si princin e paqes. Krishti u tha apostujve, po ju lë paqen, po ju jap paqen time, jo si e bota, prandaj zemra juaj mos tronditet dhe mos të friksohet. I krishterë ortodoks lutet dhe bashkëpunohen për të mbrojtur jetët e njerëzve të krijuar sipas ikonës Perëndis, pavarësisht nacionalitetit dhe fesë së tjetrit, sepse beson fort në fjalët e Krishtit. Në të vërtetë po ju them, sa ja keni bërë ndonjërit këtyre vëllezërve më të vegjël, ma keni bërë mua. I krishterë nuk bëhet pjesë asnjë aleance apo pushteti toksor në emër të nacionalizmit, etnofetar dhe bën genocid, sepse Perëndia është dashuri dhe do shpëtimin e gjithë njerëzve ashtu si Krishti thotë. Sepse Perëndia e deshi botën salla birin e tij të vetëm lindur, që kushdo që beson në të mos humbas, por të ketë jetë përjetshme. Sepse Perëndia nuk e dërgoi birin e vet në botë që dënohet bota, por bota shpëtohet me anë të tij. Ai që beson në të nuk dënohet, por ai që nuk beson tashmë është dënuar, sepse nuk ka besuar në emrin e birit të vetëm lindur të Perëndis. I tham të gjitha këto për të kuptuar se nëse ne bëhemi palë sot, si të krishterë flasim, të krishterë ortodoks, duke menduar se po realizohen profecitë e dhjatës së vjetër me Izraelin dhe luftën që bën Izraeli për të ardhur Krishti për të dytë, patjetër që gjithçka që po ndodh, siç e tham, dhe po e përfundojmë, po bëjmë atë konkluzionin, është e njëjtur në Shkrimin e Shenjtë. Dihet që Izraeli do të formohet, Izraeli do bëhet një popull i madh, do bëhet një superfuqi, por kjo nuk ka lidhje me Krishtin që besojmë ne. Kjo ka lidhje me Antikrishtin. Dhe prandaj mos të bëhemi palë me askënd, aq më tepër me ata që vrasin dhe shkatrojnë jetën e njerëzve të pafajshëm, fëmijëve, grave, civilëve, por t'i lutemi Perëndis për që të ketë mëshirë, të ndriçojë mendjet e njerëzve, ta pranojmë birin e Perëndis Isu Krishtit si princin e paqes, që kështu të vi paqja. Ose të ruajmë paqen për veten tonë dhe të ruajmë jetët tona pa marrë jetët e tjerëve. Ky është këndvështrimi që kanë dhe duhet të kenë krishterët ortodoks. Amin. Laveronin